duke sjellë në pa kujtimet e një epoke të tërë të njërit prej sporteve më të dashura në Kosovë. Dokumentari 4 Qerekët ofron një rrëfim emocionues që zhytet thellë tek rënjet e basketbollit kosovar, duke ndriçuar historinë, sfidat dhe momentet më të lavdishme të tij ndër dekada. Dokumentari i 4 Media pati premierën zyrtare me 25 prill përballë komunitetit të basketbollit dhe dashamirësve të sportit në Teatrin Kamertal në Kolegjin AAB. Prezantimi i dokumentarit filloi jo me episodin e parë, por të tretin, me qenë sipas autorit dhe producentit Lart Hoxha, përfshin periudhën më dinamike, pjesëmarrjen në ligat e ish-Jugosllavisë dhe sfidat gjatë okupimit e pasluftës. Sonte e shfaqim episodin e tretë dhe arsyeja pse jemi përcaktuar për episodin e tretë është që përfshin numrin më të madh të folësve, është epizodi më dinamik, njëkohësisht e përfshin një periudhë të cilën shumica prej jush në sallë e keni në memorje, po flas pi mesit të 80-ave deri mas luftës, po njëkohësisht është edhe epizodi nashta më interesant për gjeneratat e reja. Taktika që kemi përdorur gjatë realizimit dokumentarit ka qenë shumë e thjeshtë. Blerimi interviston lojtarët, unë intervistoj funksionarët, dhe ka funksionu kogja mirë me ato që me krenari Federata Basketbollit mundet me pohu që barcë të funksioneve kryesore stash janë krejt ish lojtarë dhe janë njerëz për cilët edhe komuniteti ka respekt. Ky projekt i 4 Media i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është kulmi i shumë bashkëpunimeve, përvojave dhe pasionesh për vetë mediumin. Faleminderit gjithëve që keni ardhur. Është me vërtet kënaqësi që sot jeni këtu dhe jemi këtë bashkë. Për më mund me pa një punë tepër të madhe që e kemi po gjatë këtyre muajve. Realisht kjo punë që do shfaset sot nuk ishte më mujt me u bë kaq mirë pa angazhimin e madh të artit, të blerimit, edhe ekipit të produksionit të 4 Media. Kështu që faleminderit gjithëve, shiheni. Rol kyç luan gazetari sportiv e ish basketbollisti Blerim Vuniqi, i cili përmes intervistimit me kolegët e tij na dhuroi një udhërrëfyes për të ardhmen e këtij sporti në Kosovë. Situacionet janë të tilla kur rikthehemi në kohë kur i kujtojmë gjithë ato momente të bukura që kemi kaluar me bashkëlojtar, por edhe në kohra tjera kur ka qenë në vështirë për të marrë me basketbol. Unë mendoj që është një punë e mirë të cilën e ka bërë autori i këtij dokumentari Lart Hoxha, pastaj edhe 4 Media, Meti së bashku me gjithë stafin e tij, të thotë kemi punuar dhe kemi funksionuar mjaft mirë. Secili prej tyre ka dhënë kontributin e vet në basketboll. Jemi munduar që edhe në kohra të vështira të japim atë kontributin çfarë është pritur nga ne, që basketbolli më pastaj të merr hovin pas luftës dhe të shohim se basketbolli vërtet është sporti numër 1. Ndjenja të fuqishme përjetuan edhe kryesuesit e Federatës së Basketbollit të Kosovës, që po ashtu janë pjesë e maratonës e intervistave te 4 Qerekët. Përjetova dhe me emocione edhe pozitive dhe negative, edhe kesha, edhe më moshën sy të lëtë, me kita ty në scenave që i pashtë kënë, është shumë mirë që të kthehen disa memorje. Por neve në Federatën e Basketbollit të Kosovës është shumë i rëndësishëm që më në fund kemi një material të cilin do të alojmë edhe brezave tjerë, do të thotë se për fat keq deri sot nuk e kemi pas një tillë, kështu që duam me përgëzu edhe producentin edhe autorin e këtij filmi dokumentar, edhe me thonë që jam vërtet i kënaqur me ato që pash deri tash, mendzi po presim pa epizode tjera. Shumë emocione për faktin dokumentari ka një vlerë të jashtëzakonshme, sepse janë përmbledhur rrëfimet të njerëzve të cilët e kanë bërë historinë e basketbollit. Është shumë domethënëse me pas këto si një arkiv të ëndër, pse jo gjeneratat e reja duhet me ditë zhvillimin e basketbollit në Kosovë, i cili besoni që shihet prej dokumentarit nuk ka qenë i lehtë. Fakt ke shumë emocionuese për mu, edhe si ish basketboliste, po të njëjtën kohë edhe si sekretare e përgjithshme e Federatës, me përjetu që është bë më në fund një dokumentar për basketbollin e Kosovës. Ende edhe në dokumentar kom folë që ende nuk po mri me realizu me pru basketbollin në nivelin kur ka qenë atëherë. Dokumentari përfshin 20 legjendat e basketbollit dhe është strukturuar në 4 epizode, një ndarje simbolike që ndjek formatin e një ndeshjeje basketbolli. Dokumentari ka qenë shkëlqyshëm, do thotë u bën një sen që u duf edhe më herë më bo, po më vjen mirë. Kjo është një dokumentar çka kena përjetu gjatë para luftës, që është kena lujt para luftës,
pas luftës krejtë në këtë dokumentar që mundin me pa krejtë Kosova. Unë e kom pranuar më njerë me gjithë shefi, se ka pas aty shumë hapësirë për me bisedu edhe me diskutu basketbolin për parshëm edhe sotit. Duke kemi adet ne shqiptarët me lunë gjurëm të kalurëm tonë, po kjo jashtëzakonisht më ka pëlqyer se është një dokument i mirë i cili ka më shërby të rive për sportin e basketbollit, që ma tepër me e dasht, me u marrë në basketbol, kështu që edhe ata kanë përfitim, po edhe basketbollit. Ka ndihmu se mi ka përkultu shumë gjana të rinis, ime se unë ndikun basketbol afërt 75 vjetë, kom qenë aktiv. Kështu që vetën e kom di në disa raste, që ti shanë mosh të rinis. Ishte diçka dhe ma shumë se që kom pritë. Kom menu që nuk kam e qenë që të njërë dhe në që të prezentim gjithë ata ish basketbolista që kanë të regu për ngjarjet e tyre që i kanë kalu. Për mendimin tem ka qenë një dokumentar shumë emocionus dhe tash për një emocionet e këtij dokumentari si kur kom fillu me luftë. Për vetë autorin, ky projekt ka edhe një dimension personal. Është problematike për shkak se unë atë material që u transmetu sot e kom dëgjuar një 26 herë minimum, secilin tregim e kom ditë përmendsh, edhe dikur e krijon një lidhje emocionale me ish lojtar, sidomos me lojtar veteran që ti i respektu të njëjtën, edhe të dhimbet me ja u gjujt një pjesë të tregimit. Thjesht mos mi përfshin dokumentar, ajo vjen që e gjune, e fërfllon dika. E mira është që disponimi është i mirë, përgjithsisht ish basketbollistat janë ka e shmujnë, që janë aktor të krejt ngjarjeve që i pam. Edhe në gusht besoj e transmetojmë në ATV edhe të shohim cilat janë reagimet e publikut, por reagimet fillestare janë të mira dhe janë inkurajim për me bëu diçka matutje. Dashamirët e basketbollit dhe jo vetëm, të gjithë qerekët do të mund t'i shohin online në platformën e 4 Media.